Ai këshilli etikës, më lejoni të them, e këtë do të me ditë, unë ka bo kallëzim penal, Flamur Hyseni ka falsifiku procedurë verbale. 5 antar këshillit etikës, Safet Meroci, profesori, ka thonë kom konflikt me mu, jem general, kom respekt dhe s'du me marrë pjesë, s'ka marrë. Profesor Qëndrim Gashi edhe Raimonda e mjekësis, në Albani, në komunikimi që i kam dërzuar në prokurori, qartë janë prova që s'janë pajtu mi fut ato gjana që i ka fut kë në kundër ligjit Flamuri. Fortuna është militante e njoftën e VV-s, ka qenë staf politik Ministri Shëndetësisë, edhe Flamuri. 2 vetë, faktikisht 2 vetë, a i vendim është me total është kundër ligjor. Total bizar është ajo. Edhe do në thotë, unë nuk kam do kallëzim penal ndaj saj, për respekt ndaj. Me pa nuk e një kështu, është asistentit, e na nuk e një me pa. Në katedrë penale, por Flamuri do në thotë njërë, edhe antarët e kanë marrë vesh për vendim, kur kanë shku në arkive, ju ka thonë mëre, erë një vendim i këshillit etikës. E unë i kam gjitha provat, komunikimin në WhatsApp me njerë që kanë qenë prezent aty, gjitha ato i kam dorëzu në policitë. Ta shikot i këshillin etikës ta mbron, ta udheq Flamuri se 25 vjetë. A me pas etik, 25 vjetë një thirrje akademike ka marrë, 25 vjetë një punim e kajnë, 25 vjetë pe që ka hyje në universitet. Ka konsenzus, asë një gjuhë nuk fletë. Është një prej juristëve më të padijshëm, besoj që ka prodhu, jo veç fakulteti juridik, po edhe që ka pas aty mrana prej që kena pas në lloj, 2 ekstreme, mirët si prej që e ma e manun. Po sikuraj se, a i shoqen se ka sot aty. Dhe a i ta udhec, do në thotë, mirë total pas krupët, shkon falsifikon proces verbal. Do në thotë, asi, mi lexu mësane aty që ka thojnë e kena thirë, se kena thirë. As një pretendim, ka t'i shkruj, heq, do të thotë, që ka humbë arsyja. Po besoj që krejt moni faj për këtë farë kuadri që e kemi në fakultet juridik, edhe prej kohës kur keni qenë ju. E vërtet është, unë por, të them drejten, njeri kur menaxhon edhe pranon edhe i hap dyrt masivisht trives që kam hapun në kohën time, 40% se cilës njësi akademike është për 3 me kuadra të reja, kanë shku 25, vetëm në Germanofols për doktorat të zonë, pa fund asë njës ju kanë alas roga, kanë marrë ka 6.000 euro, asi gjithë ata sot janë, atër që kanë qenë asistentë, gjithë sot janë profesorë, se cilë njësi akademike. Dhe tashi, pa depërtu kështu në një nuk banë, do në thotë kur të ashe, do në që janë pishman, do në thotë, vish këta, do në thotë veçën kurit vetja kanë lonë një njëllë shumë të ronë të universitetës, ne shkojmë që keme të është e papranushëm për kjo huliganizm kështu, është e papranushëm për ambientin akademik. Këta që për shamu unë t'ju them një, ju keni pa, ka pas një Vismut competition që organizu me vitet e ne, gjdo vit ne kem pa, jem karenu qëtë gjithë, këtë Kosova është karenu me studenti juridikë. A që është? E vërtet. E kanë eliminu me profesoreshën. Më thanë në për këshillit etikës, pse i ka thonë një kolegu s'din gjuhë. Që është e vërtet që s'din gjuhë, se në masane pyta, a i personi. Që këtu do jem do e shiftin 8 orë në ndorë, e tutje për vitë si jem su mu gëzuna, do e shifti, a do kenë Kosova atë gëzim, mi pas studente vetë ka deportojnë, si shkanë deportu. Ska qenë fara asë një merite, që mund të me qenë merite av një fokus që a i përveç Shqipës në botë në gjuhë tjetër, nuk ta fleta s'ka lidhe me reformë ose me si përveç me qëto gjanat të ulta.